Sahar Sokoli është një emër shumë i njohur në sportin e bilardos, një kampion për Shkodrën dhe Shqipërinë, por vitet e fundit është angazhuar shumë pas futbollit, pasi ka kryer dhe kurset kualifikuese si trajner, tashmë drejton klubin Dhedor të moshave në Shkodër. Ishte pjesëmarrës në turneun ndërkombëtar Shkodra Summer Cup 2026, që organizohet nga Shkodra Sport Event dhe drejtuesi Jetmir Podgorica, i kënaqur patjetër. Jam shumë mirënjohës, me thënë drejtën Gasper, jam shumë mirënjohës Jetmir Podgorica, si dhe shoqëtarës rajonale të futbollit Shkodër, për organizimin jo vetëm të Summer Cupit, por edhe të kampionateve të ligës rajonale në Shkodër. Dhe për këtë vit, me thënë drejtën, jam shumë krenar për fëmijët, për gjithë kontributin që kanë dhënë. Du me falendëru edhe në veçanti edhe gjithë prind për mbështetjen që na japin. Dhe do mundona për çdo ditë dhe për çdo sezon me bë më të mirë tonë për edukimin e tyne, socializimin e tyne dhe rritjen edhe nxjerrjen e talentave, pse jo, për të furnizuar ekipin parë dhe të zemrës tonë, ekipin e vllaznisë, për të gjitha shoqatat e Shkodrës punojmë për të furnizuar ekipin e vllaznisë. Mund të them tjetër për çështjen e Summer Cupit, për mua personalisht me ekipin e Dhedor ishte hera parë këtë vit që mora pjesë dhe kam shumë i kënaqur me organizimin, me fushat, e vetmja pak dhe si ishte çështje atmosferike për shkakun e nxehtësisë të madhe, por çdo gjë tjetër ka qenë korrekte, ka qenë mirë, si dhe organizimi dhe shpërndarja e trofeve dhe medaljeve. Gjithë fëmijët pothuajse u ndinen 100% të barabartë, gjë që këtë gjë na luftojmë, që fëmijët e moshave të vogla të ndihen sa më shumë të barabartë deri në momentin që piramida vazhdon të ngushtohet dhe atëherë pastaj vazhdon me puna, me profesionalizëm, duhet të them. Kastriot Faci është një nga emrat e hershëm themelues i klubit Dhedor në shumë sporte, por edhe me ekipet e moshave. Sa kontribut ka Kastrioti? Duhet ta falenderoj jashtë. Ai nuk s'ka pasur shumë qeftë të ndoshta të reklamohet ashtu, por me çdo gjë që ai ka në dorë për më në animu me kontribu, ai e ka bë për fëmijët e shoqatës Dhedor Shkodër. Dhe për të mbyllur, Sahar Sokoli mes bilardos, që është një familje, mund themi, me traditë, duke pas parasysh edhe Xhevat Sokolin, xhaxhain tuaj superkampionin bilardos dhe tashmë si trajner futbolli. Që të dyja janë angazhim? Tash po losim bilardo në mënyrë profesionale dhe po shfrytëzoj rastin që t'i them dy fjalë edhe për bilardo ndoshta nëse më lejon, sepse kena vazhduar edhe jena shumë shkurt. Jena bën një ekip i vllaznisë, klubi bilardo vllaznia bën shumë serioz dhe kena marrë pjesë në kampionate kombëtare, si dhe do prezantojmë me një 14 vjeçar në kampionatin e trive në Slovaki për trit. Dhe po bëhet një punë mirë pra tek vllaznia të gjitha. Samuel Delaj është vllai i Antonio Delajt që ka luajtur futboll me vllazninë e Shkodrës. Pra ndoshta tani njerëzit nuk kanë atë shumë informacion për bilardon aty, por si sport gjithmonë na shkojmë te edukimi dhe disiplinimi i fëmijëve. Dhe është gjë madhe për Shkodrën që të ketë sukses në çfarëdo lloj sportit më marrë. Mund të jetë me shumë interes, ndoshta skemat e bilardos për t'i transferuar tek futbolli japin efektin e duhur. Pjesa e disiplinës është në çdo sport, por sidomos në futboll. Regjimi, disiplina, çështja emocionale, rujtja e emocioneve. Janë shumë i gjejmë shumë në këto dy sporte. Sahar Sokoli, faleminderit shumë për intervistën dhe urime për debutimin me sukses. Do përpiqem të bëjmë më mirë tonë. Dhe sukses. Faleminderit.